Edhe këtu do vdes. E ke ndarë mendjen që nuk lëviz nga. Për gjithë ju që se dini qa është Yamake. Yamake në zonën këtu ku jemi ne tani quhet kjo qeja këtu. Në qa moshe jeni martuar? 15 vjeqe. 15 vjeqe. 14 fare për 15. Na iq vastin me këto gjak. Na iq vast me o gjakun. Qa është? Majnë të njerëzit të qesh që pa vija kështu. Se pa ty do rrinë të fëtullet e? Këtu. Do jeqim në gjithi. Ti jeqim? Që kanë zetë. Kush është mi mirë? Enver Hoxha, Edi Rama, apo Sali Berisha? Qa do më thënë qeriste? Qeriste i themi në vend. Druve, trarve, qeprave. Se kësha të gjonë një fjallën qeriste. Qeriste i themi. Ishte një vëndet saktuar që ishte balta tillë që përdore për këto. Edhe ngrinde si beton. Ngrinde si beton. Pra këto shtëpit janë me atë lloj balte. Me atë lloj balte. Sterëndines i thoshin. Dines? Sterëndines, a kjo janë emri. Po pse Dines, qa ishe këtë dinje? Petiune. E thogjën Bilavin. Pse e ka marrë emri fshati Dardh? Ja ke iden? Nga ka prej ardhje. Këtu janë autoktonës? Këtu janë këtu, Dardha e Korçës është Vajtës. Dardha e Korçës, e ka parasysh? Po. Ajo është Vajtës atje. Nësa që ka qenë këtu. Njerëz nga këtu kanë shkuar në Dardhë Korçës. Të rëzia. Pra, kjo është Dardha, tamam. Kurse Dardha e Korçë. Miq të shjetës, përshëndetje. Sot jemi si që shifni në natyrë, ku ka më bukur se natyra dhe t'jesh rrës malit të Tomorrit. Jemi fiks tek vendi që quhet Çesma e Tarikos. Do flasim fiks se pse e ka marrë emrin Çesma e Tarikos. Ngjitur me Çesma e Tarikos është edhe një fshat që quhet fshati Qaf Dardh. Dardh, Malle Mesme, janë të gjitha të një fshati janë këto, të kujt janë? Po, të një fshati, ajo Dardha në thonë. Malle Mesme, i thonë Malle Mesme. Është lagje e fshatit Dardh? Lagje, Apo fshat në vete? Jo, në vete. Me qëra lafi, jemi me zonjë Resmije, një zonjë vërtet, kryelart, që jeton ende në këtë fshat. Sa vjeqe jeni? 80 vjeqe. 80 vjeqe, këtu keni lindur? Këtu kam lindur, edhe këtu do vdes. E ke ndarë mendjen që nuk lëviz nga? Tani mori funda, po... Me nga qa nuk beva ki, jeta, po... Sot... Me këtë shëndet që ke, dhe me këto kushte që ke, thua që unë nga Dardha nuk lëviz. Jo, nuk lëviz. Në qa moshe jeni martuar? 15 vjeqe. 15 vjeqe. 14 fare për 15. Po si ka mundësi që në atë kohë martonin, ishte si zakoni fshatit, apo? Po si të zakon, pa shu, ndodhen kushtet për mua. Martua morte madhe, te ky vend, te qa familje, e rëmbyen, më zuri mua për rufia Kalamaq, po e mora jo atë, mora të vëllan, e atia. Jo atë që kishe motrë madhe, mora tjetrin. Po, do më thënë, more vlajnë tjetër. Mora vlajnë tjetër. Pra një vlaj kështë e motrë madhe, vlajnë tjetër more ti? Po motra i ku, e rëmbyen ata i ku, e la dasmë ngritura, unë ngrit dasma. Pra, unë ngrit dasma, kjo ishte nuse, pra motra edhe do martoj? Do martosh edhe unë ngrit dasma. Pra, u organizuan gjitha me dark, me drek, me gjitha? Drek, do vinin miq, ditë në tjetër, u bese beb një shoqe, e mori, vajtën malë për venja. Po ishin spiun atë, u iku me spiun leka jo. Po venja që? U bani dhive, si pun të linje. Kështu ushim për bagtin? Po, në atë, ata këshin e ruajtur. Motrën tuaj? Motrën time. Pra, vllai i bashkëshortit tuaj? Jo, ja ishë në Lavardaja, pasaj... ishte tjetër? Ishin tjera, da. Ishte në Lavardaja që mori, që rëmbeu. Është motra jote me atë e kaloi jetën, apo? Me atë, pastaj po me atë. Do më thonë, u ngrit dasma
dhe u prish së gjë. Da të më ngeli kështu këtu. E këshiruaj të sa ishte nga rkuar ajo që bangat me venja, një dojë trang të kuzën. E muarën e ikë. Motra ime të jeton sot. Me atë. A i vdiq, për nëjse. Po pastaj historia do çfarë të lidh ty domethënë që u detyrove që pastaj ishi shok ati, batja kishte baba im çapën. Ishte shok, u fut ky tjetri, që mora unë. Do ma jap se s'ben, unë isha e vogël kalamaq. Priti 3 vjet. Priti 3 vjet, pa ishte i madh. 20 vjet më madh na unë. 20 vjet. 20 vjet. Sa fëmijë bët me bashkëshortin tuaj? Ashtu bëmreve, kështu 9 fëmijë. Ishte i sjellshëm, Po. duke parë që jemi në një zonë malore, le të themi, rreth malit Tomorrit, i cili lartësinë ka rreth 2400 metra, kurse këtu besoj sa mund të jetë lartësia e fshatit nga niveli i detit. Diku tek 1000-1200 metra. Është larg nivelin e detit. Si ka qenë jeta juaj në këtë fshat, pra, e përballueshme, me ç'a jetoni, me ç'a merr zakonisht fshatin tërësi dhe kur jam martuar unë, ishte pa bërë kooperativ. Kishim bakti, mbyllim tokën, grur, misër, gjera, këto. Pastaj u bë kooperativa, dorëzuam qetë, dorëzuam baktin, kooperativ, punonim pastaj. Po mori kooperativa? Po i dorëzuam kooperativ. Do kishim për në qeven. Si ishte ndjesia që ti e kishe një lop ose një del ose nuk e di një kafshë shtëpiake dhe shteti të detyron dhe thotë që do ma japësh mua sepse do jemi të gjithë barabartë si të tjerë, do më thënë do jesh si s'ke do jesh barës. Kooperativa atë fumberi, dorëzuam, gjoja muarëm lekët, gjoja na i paguan. U e paguan? Po, na i paguan me keste. Ju thatë që bët 6 fëmijë. 6 i kemi në të gjallë. Sigurisht. Gëzojnë jetë. Të gjitha ishin vajza. Të parin e kam bërçun. Të pari fare. Nuk jetoj. 3 muaj. Për shkak të kushteve, u sëmur? A i lindi kolla e më li thoshim atëre nëve. Ngiste kolla. Po. Ngiste kolla, 3 muaj. Pastaj bët rresht 6 vajza. Sot jeton e vetme. Të thonë vajzat që du të vish ta lësh fshatin, të vish të jetosh me ne. Kanë thënë që fillim. Nuk lëshohesh, nuk e lëshon fshat. Avash thosha unë, avash e petva bëhet me vaj, nuk bëhet me ujë. Sa vite ka avash? 15 vite. 15 vjet avash? Qurka i Kurizmira. Vajza e vogël. Ku i ke vajzat? 2 janë në Vlorë, 3 në Vlorë ato fare, me gjithë Izmir. Nga mali në det. Njëra është na Tomorri në Uznov, tjetra është Tomor. Njëra është fshat. Pra është fshati Tomor, për gjithë ju që nuk e njihni zonën dhe s'keni si ta keni njohur, ndoshta si ju ka lidhur puna, është fshat që quhet Tomor. Përveç malit Tomor që kemi mbas shpine, është edhe fshati i cili ka emrin Tomor. Tomor është ai ande, nëse jemi Tomor. Po, sigurisht, është fshat tjetër pra që quhet që merr zona Tomore. Ne këtu jemi në Dardh, që është diku vija eror rreth 4-5 kilometra larg fshati. Tani vim tek këtu ku jemi tek çesma e Tarikos, quhet kjo apo jo? Si e ka zanafillin, sepse më the që ka një histori, ka një histori të lezetshme. Si është historia e çesmës së Tarikos? Çesma e Tarikos, siç thoshin. Kishte një djalë. Tariko. Ishte një zonjë nga fshati që kishte... Po, kishte një djalë. Djali ju vran, nuk e di. Se kush e vran, nuk e di. Gje e tillë, vdiq. Ngeli vetëm. Tariko, ngeli vetëm. Me kalimin e kohës, ato 5 lekë që zuri, ngriti çesmën. I dha dhurat që të punonin disa punëtorë, le të themi, të kohës atëherë që të ndërtohesh një çesmë. Ju vra djalja, se për nuk e di. E quanin edhe Demir djalin, emrin Demir. Edhe beri këte, në ajo ka ajo çesme Tarikos. Ka ngellë me çesme Tarikos. Vija,
Jo, Ema e Demirit. Po tani të diun se çu kanë shkruar aty, apo kështu thoshte përpara. Udhëtar që kaloni, pini ujë dhe uroni, Tarikon ta kujtoni, Tariko Ema e Demirit, që ngeli garibe nga dora e qafirit. 1925, 4 nëntor. Unë nuk, Tarikon nuk e maj mend. Si fytyrë fare. Si fytyrë, jo, nuk e maj mend fare. Do kem qenë voçkël, kam qenë vogël. Po këtu ka qenë si burim ky ujë? Ka pasur burim më përpara? Burim ka qenë, ne unë kështu e maj mend. Ka shtëruar ndonjëherë kjo? Jo, nuk shtëron fare. Pak son, pak, po jo, shtëruar fare jo. Domethënë mali ka aq shumë ujë sa Se kam bërë mire dhe është që ke blokuar thullata, kështë ujë më shumë ajo. Ka pasur ujë më shumë. Kështë më shumë ujë më fare. Kjo është restauruar sigurisht. S'ka qenë kështu terreni këtu. Jo, po terreni është rregulluar këtu me prapa. Ku ishte kështu ku terreni këtu? Këtu ishin korritët. E dhenëvet. Fillon të këtu të korrita, këte edhe delta tjetër ka baranga. Që pinin uja i vantë. Nga burimi i Qezmës Tarikos pinin ujë pinin ajvan. Lektoria të mëdhenj të vegjël ajvan. Tani e kanë futur këtu dhe delat e matan ujtë, kanë ngjitur korritat e matan ata. Matan fare, matan zyrarë. Me shesh që pin ajvan. Pse e ka marrë emrin fshati Dardh? Ja ke iden? Nga ka prej ardhje. Këtu janë autoktonës? Këtu janë këtu, Dardha e Korçës është Vajtës. Dardha e Korçës, e ka parasysh? Ajo është Vajtës atje. Ndërsa që ka qenë këtu. Njerëz nga këtu kanë shkuar në Dardh të Korçës. Të rëzia. Pra, kjo është Dardha, tamam. Kurse Dardha e Korçës... Se unë mos i di aq originale, po nëse... Ne po flasim nga eksperienca që ti ke, nga vitet që të peshojnë për sipër. Pra ti thua që Dardha e Korçës ka ardhur thonë që është Vajtës. Nga Dardha këtu. Sa banor ka pasur zona? Këtu e? Fshati të më. Këtu kishte regjë më da. 78 familje, di unë se sa ishen. Ka nikur, po e bërëtja i më vajtë në të morë me. Bëjnë gjatë në Dardha. Për 5 familje më tha, për 5 familje. Qa thoi ti sa shune? Pse 5 i sa shune? 5 familje i një tha. Jemi 25 i thash unë, jo 5, apo i futën 10 ato të tjerë si thash unë. Pra sot që flasim ne janë 25 familje, që s'kanë lëvizur, se kanë tradhtuar vendin. Jo. Pra nga rreth 60-70 familje kanë ngelur edhe 5. 25. Edhe 25. Ka që kanë ikur dhe janë kthyer prapë? Janë 3-4. Janë kthyer. Jo që të kthehen që të rrinë, po bëjnë behare di gjendimin. Fshati Dardh është futur në projektin e 100 fshatrave turistik. Është i frekuentuar nga turistat, vinë turistat? Kanon, vinë. Vinë, tani, vinë dhe këshu. Rrinë në 2 net, në 3 net, që flenë të Batjari. Ka për bujtin Batjari aty dhe... Pra, për gjithu se njëri Batjari është një prej... banorëve lëtësenit të fshatit Dardh. Ore, po këtu ka qenë. Pra, ka jetuar këtu, ka emigruar dhe me të ardhët nga emigrimi, ndoshta do thoni që po i bën marketing pak atit gjatit, sepse kemi edhe zgjedhje, jemi fix në fushat zgjedhore, por është një prej atyre të cilët ka emigruar jashtë, ka punuar dhe me të ardhët që ka mbledhur andej, ka ardhur dhe ka hapur një bujtin në fshatin Dardh, i cili pret gjithë turistat që vinë të huaj, shqiptar, e tjerë, apo jo? Vinë. Qa po na gatuan? Qa e duhe gatuar? Po gatuajnë pilaf. Pilaf? Pilaf me orit. Pilaf në tigan dhe në... Qa është kjo? Hoxhak? Në gjak. Na eq vas ti me këto gjak. Na eq vas me o gjakun. Qa është kjo? Ma në të njerëzit të qesh që pak pa vija kështu. Nga të ka me o gjak kjo. Kjo është gjë me bukur, me të gjithë tu kemi ngrënë. Ashtu pore. Po.
Të ngrene, di vetë ne. Sa ka katuar. Ka katuar aja jamake. Kjo, Ma je mua dha miri, fa, shkollë një dite. Kushta? A i mësuse. Ke një jamake të vogël, ti më tha mua, ma je mua vosë shumë që do dhe jamake në? Më vinë qa kontrola mua, tha i dona e kur ishte shumë. Jo, dhe shumë nuk kam si fasule. E që nuk i këthejnë, tha i me i vend tjetër e, nuk këthejnë ato, tha shumë këthej fasule të në. Po për çfarë do ndë jamakën? Vini qa kontrola për e kur ishte për mësusët të, ka ta kalamajt. Se më qa e donte, i ka drejtin. Mësoni jamak, ata kalamajt qa është jamakja? Pa di unë se gjushe bejnë. Do më dhe për gjithë ju që se dini qa është jamake. Jamake në zonën këtu, ku jemi në tani, quhet kjo qëja këtu, që bëhen fasulet, e kanë zjeca fasulet të shishme. Shi si janë. Fasule jo shaka. Po pse mike? Qa do marrësh? Jemi duke gatuar pilaf. Jemi duke gatuar pilaf. Pilaf. Ja. Ja. Sa vite ka që janë bërë këto shtëpijet këtu? Shtëpijet kanë... Janë bërë 170. 170. Shtëpit e mi jam ata. Po. Në 70. Këto janë bërë 71, 72. Jam bësim prapa. Që atëherë rrojnë akoma, nuk kanë asë problem. Ka nevoj për restaurime, por... Ka nevoj, do po, qatë beq. Ky modeli këtyre shtëpive si quhet? Janë në Elbasan qëta. Ti vetë ke punuar, ku ke punuar, me qa e marrë një jetën tënë? Sa që individ, punonim, individ, arat. Pas të be kooperativ, punonim kooperativ, me kalimin e kos, skatër komandante, masja tokën, Masje të tokën? brigatës, sa he ka e që kotë, të brigatës, të brigatë. Këto dore këto kem. Po sa i mbanja ment, pa shkres, i mbanja ment. Vetë keni bërë shkollë? Kam bërë 4 klasë. 4 klasë shkollë. Do me 4 klasë shkollë ti bëje rolin e topografit, le themi, ose të atyre që masë Pastaj me kalimin e kohës, hyra në kuzhinë, në kuzhinë. po, E bën fasulet kaq të mira. dhe rashtat zane në didin, mora lejnë, kur mërova lejnë, më thanë hajde prapë në kuzhinë. Unë nuk vajta. Se merja më shumë të punonja tuti në brigatë. Me më shumë lek po të punojnë në brigatë. 35 dit ishte në kuzhina. Unë merja 35 dit. Pastaj, në qik mosha, në qik seva dhe kranu një vit. E nëzora kranu këtu. Sa vite punove në kuzhinë punove pastaj? Punova 4 vjetë. 4 vjet. Prap. Kuzhinjere apo? Kuzhinjere, patuanja këtu. Pasu. Në qa viti bëhet fjallë? Kur jemi prishur në di unë, kur u prish sistemi? Kur u prish sistemi? Në kuzhinë tisha unë atëve. Kur u prish sistemi? Shu janë punët. Pra jemi duke parë se si përgatitet pilafi dhe fasulet në... Se s'di njerësit be. Nuk bena që ma to e jerzate, je bape, pishtia jo. Ditë për ditë një avas. Kurse ne këtu hajmë pilafin pa erza, pa ma del. Pa erza nuk zonë. Me qa është e lëngu që ke do t'i brënda? Përveç ujtë. Po, lëngë pullë e jere. Na jo duhet të benjë. pullën? Na jo pa e benjë, na lëngë i pullë, sa shu se benjë. Pse nuk bëhet pa lëngë pulle? Po, se ka hajtë shien. Nuk hahet është. Ne edhe nga qyteti e bëjmë me ujë edhe me oriz. Qatë besh. Edhe me krip. Do më thënë ti këtu vetëm hargjon në dru, kurse kështu korende gjë i janë rrem. Ky është lezet. Po mirë, kur që vuan haqi me të bëjnë zjarë. Dhe nuk zeja makja për shumë, po ta veç atje në të. Së zë shisha. Smerë temperaturë. Së zë shisha. Pastaj e ishtë javashë me të ajta endë. Po mirë.
Zjarri këtu. Zjarri. Kam mirë se të gjella këtu. Oj. Po kjo i gjëja këtu ngjit, kjo jamaku? Qysh ngjit? Ngjit nga poshtë? Jo. Fasule të tje. Pa. Jo, ku gatuan gjell. Vetëm fasule gatuan këtu ti? Fasule gatuan. Fasule. Qa do gatuan gjë tjetër aty unë? Po tani që do bësh? Ja do t'a vend ti unë ti. Do t'a vend ti unë. Këte do mbaj për bishti unë po. Po bërë me gjithë të, po nuk e vetë zje aty. Unë po jo, po janë dhe jetër. Qarë bëna? Ja, kështu. U beqë ponë. U beqë ponë. E pas në tregove se si e përgatit e pilafin. Ja, Këtu të kjo. Mbaro që ke ande edhe na trego pasaj hap pas hapi se si bëhet pilafi këtu, te zjarri. E thamë, e verduam, ku që mbajt, e verduam. Po nuk të gjojë ande i largë, se zgjojë. Dale, se në tohet, më. Dale, o që më pinë këmbët. Heri rrinë dhe Po më përpara si rrinë njerëz i kështu kam kryqo, a unë s'rri kam dot. Edhe rrini thë dhe pini raki. Po rrinë edhe i me. Bëm kooperativë, mëson, ku dini njëzit punonin e? Kooperativa në mësojnë. Pra ti e nisë më shumë nga faza që më përpara njerëzit vinin nga padituria dhe në kohën e Enver Hoxhës filluan që të mësonin. Mëson. Ndërsa, Po Berisha pas e qa bërë? Berisha i beri tëra, Të mirat. të mirët. Ta drita në linde. Qelë pështin frigoriferat bashin. Kullonin fund. Se. Për të vrau, sa i e di atje, qofshin larkat nga ka vrash. Po pse ti thuaj që Enver Hoxha nuk vrau? Vrau, po thë mëre. Enveri? Enveri. Po vrau ata që benin faj, që ishin kriminela. Kadria Zbine kishte pikë të dobë, dhe i Kadria Zbine kishte qenë kulak i të mërshëm. Enveri? I Enverit ishte, me Enverin, po mërshte me Jugoslavin dhe me Bashkimin Sovjetik. Spiun? Spiun, numri një spiun Kadria Zbine. Deri sa kështë vrarë, nuk e se vetën kështë vrarë. E pa që e rëthmanë dhe. Në kaq vite jetë sa ke ti, kush ka qenë periudha më mirë e fshatit tënd këtu? Ti këtu ke lindur dhe këtu do vdes, tua nuk lëviz nga këtu, e ke ndarë mendjen. Edhe ndam që në fillim këtë në qete çesme Tarikos. Më mirë ka qenë në kohën e komunizmit, në demokraci, apo tani që do fitoj mandatin e 27 Rama? Dim nëse kush do fitoj nëse, ka nda mlanë. Jo, po flasim si periudha kohë, ka një lloj lulëzim. Kooperativa më mirë që u prish. Kooperativa. Se u roptuam popullin. Ishte çdo gjë me krah pune. Me krah pune, kështu s'kishte, të mbillje tokën kishin kallimitri. A punonet atëherë? Po punonin, be kishte kooperativa, punonin po kooperativën ti. Punoje që e merin kofera atje lartë, e pite tjetri, bukën. Sa prodhim bënte fshati këtu në atë kohë? Pa bërë kooperative. Në kooperativ plasë, paka shumë sotërisht. Në kooperativ, thëti? Kooperativ. Bendere, kooperativa bende, prodhim bende. Po fshati s'kishte. Se s'kishte tokë, se ja marë tokën ato. Ju punonit tokën tuaj për hesap shtetit. Shtetin për kooperativën. Po pasaj fitove tokë, pasi u mbyll bara kooperativa. Po fitove, ka jemi tokën tonë në tërnë. Mua më ka vranë tokën time dhe. Si? Tokën time që kishin pletë. Tokën që kishe para se të bëjë kooperativa? Po. E more prap atë tokë? Ma dhanë prap. Atë tokë më Ka dhanë. pasu grisë e lartë e poshtë që duan të marrin, se këtu në Shqipëri qasë ndodhë. Tani tokën time. Shqiptari ime. Ja. Ka ndërmend që të bëhet kjo rruga? Me sa ke dëgjuar ti? Shpresa ti kemi që të bëhet në vazhdim është.
Vazhdim, po, e pa që kishin ardhur ca fadrona, ca po bënin ca zhavor, po mendova mos është kështu asfalt elektoral i themi ne, ose çakull elektoral. Madje kishin kryer dhe malin atë lart e kishin bër. Shpresat e kemi, po se çfarë do bëhet. Shumë nesër pas zgjedhjeve. Çfarë do bëhet? Cilës nga 6 gocat e ke vënë syrin? Qysh të bëj? Cilës nga 6 gocat e tua ja ke vënë syrin kur ti mos kesh mundësi më që të bësh me. Asnjë syr s'kam vënë. Çfarë të bësh me short? Kush mundet? Jo, më thënë vëri syrin njërës të ti. Hajde. Po i çaj. Pse se mendojnë që të lëvizin nga fshati? Më rrihet. Ande nga vetë. Çfarë është arsye? Nuk të rrihet, Nuk më rrihet, nuk e shtojnë dot. Se shtojnë dot. Tu ja. Jam së mur bje poshtë. Ngrihem i mërdallën për shesht. Ati që do bëjnë do vetë? Rrit top ati, të rritë në divant. Që do bëjnë? Ata ca janë kështu, edhe rritë top ati edhe. Ke probleme me gjujë? Unë kam shumë probleme në gjërë. Se në doj pilafi. Shkëputemi e pas herë se kemi pilafin ndaj nga Petrogazi dhe kemi asin në digjet. Se si një kuzhinjere vërtet që është nëna Resmia. Duke që se e tham që fshati ishte rrës malit të Tomorrit. Për qa shfrytëzonit ose për qa keni shfrytëzuar zakonisht malit të Tomorrit? Pra përveç se ju çonit baktit, kullostin, ande ushqeshin e tjerë. Ka kështu... Bënim dru. Bën Dru. Dru. Për djegur. Për për djegur, për qereste, shtëpije. Pra, gjitha këto qatit e shtëpijave janë bërë me prodhimet malit. Me prodhimin e Që malit. nga drasa, druri... Drasa jonë mal, drasa ishin këtej, në madhe mesme. Ati ku gjenë? Qa kishtë? Ishte shkem për kështu. A, drasat ato Drasat e lartë, gurit. e gurit. Ndërsa qeresteja tjetër në malë, është malë lartë, pish. Qa do më thënë qeriste? Qeresteja themi në vend, druve, trarve, A. qeprave. Se kisha të gjënë një fjallën qeriste. Qerestej, thonë. I thonë atyre gjitha druve që mbulohet qatia. Qati është pis. Këtë se kisha të gjënë një realisht. Si ishte qereste? Qereste. Trar, qepra. 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 Në bitavanin, ato drut që vije, pasaj bëhet pjesa e mbulimit me rasa. Kishte ustallar të zonës? Jo, ishin të kooperativës atë. I Kooperativë. kemi bërë në kooperativë në më. Në kohën e kooperativës. Po. Punuam një vit. Mhm. Neve që ishim dy familje, të dy vëllezër. Punuam një vit në kooperativë. Duallëm mangët. Duallëm sificit, që shi thonë. Po, Jo deficit, sificit. po. Dham lek tutje, se nuk e plotëso me ditë pune. Ka puna punë. Edhe? Dham lek tutje sa pako gjiko. Undam, bëse. Undam. I dhat lek kooperativës. Po, undam lek kooperativës. Pastaj u ndat si vëllezër. Fillimisht ndashte prodhimi, ndashte mistri, këto gjëra, i menim të qëqu. Si plotësuam me të ardhurat, Edhe u ndat. ndam vitin tjetër në pasaj. Do të shtyrë se po s'punove. Pra, bashkëshorti juaj bashkë me një vllajën e vet u ndan. Ndam. Dhe arsyeja ishte që nuk plotësonin dot të ardhurat familjare. Se plotësonim do të ardhurat familjare, ndam. Ecëm pasaj. Pastaj ishte më mirë. Unë ecëm që kur ndam, këtë vitit bëm shtëpit, ato ndaj. Sa lek shkonte me kohën një shtëpi kështu? Atëherë ishin ustallar të kooperativës. Pa lek. A i merë të ditë e punës, Sa ishte i ditë? ustaj. Unë pagova, si që ngritën shtëpit, 140.000 lekë në këtë. Që 1.200.000 lek me sot. Edhe qa shtëpie. Edhe që shtëpje pa vendim dham dhe vetë neve, se baltën e bënd të Zelikua. Shemë, Me Zelikua qa imi. për këto? Përbërja e murit? Vetëm gur njëri mbi tjetrin? Gur edhe baltë, edhe Balta baltë. si krijoi? E mbalën që andej, se s'bën të dheri zi.
Ati ku ishte balta kuqe. Pra, diku në zonën e malit, Janë zonë e malit, ajo lagjet aty mi të janë me thita menim. ishte një vend i caktuar që ishte balta e tillë që përdorej për këto. Edhe ngrinte si beton. Ngrinte si beton. Pra këto shtëpit janë me atë lloj balte. Me atë lloj balte. Bëhet fjalë për shtresat e murit. Po. Nuk ka beton, llaç, Jo, s'kan llaç ato. Me dheja, me balë. edhe nuk lëviz. Ja, kanë lëvizur. Pra gati 50 vjet. Që janë ndërtuar me atë baltë, e cila këtu krijoi guri, këtu krijoi balta, këtu druri, këtu çatia, të gjitha. Thonë që në mal të malit ka një vend që është një kështu shpellë. Shpella Sterrës, Stera është këtu poshtë. ku është? Se është maj malit, se. Çfarë është kjo Sterra? Ke qenë ndonjëherë ti? Kam qenë, por shumë shpejt. Stera, Është është rreth kështu edhe ishte ti pusi poshtë. si pus. Ka hyrë ndonjëherë në jetë ishte në një këto? Jo. S'ka me vakli. Jo thjesht që ta shohin domethënë çfarë është Jo. në këto të shtetit për Të shtetit ime nuk e dim nëse qa bet me njerëzit. flasim me ajsa dim. Ajo është këtu, është poshtë. Na ishte të këtu lart. Në këto shkëmbinjtë e vogla poshtë. Nuk është maj malit. Sterë Dines i thoshin. E Dines? Sterë Dines, është janë emri. Po pse Dines çaj që këtë dinje? Petiune. E thojnë pilavin. Edhe mishin e dogjën e sot, edhe pilafin e dogjën. Edhe pilavin e dojnë. Të janë të djegra, thonë. Për në rinia, Porijem unë i vafi, porijem. Mirë ne edhe. Po vjen erë. Do, ka zane? Po. Zori. Po ashtu çfarë po i bën tani? Ja, këtu do vetë në gjërën. Marifete. Tani nga pilafin zjarre bërë pilafin zgarë. Ja. Pilaf zgarë. A ka çaj mali këtu? Ka. Çaj bie mali. Ka plota. Plot. Ai që vetëm mbledh, pak shiti lëvdosh i vjeta. Fshatarët zonës tu shkojnë dhe mbledhin çaj. Po të vend të tërë, jo. Disa Ta doshi vetëm me çunat. Po të tjerë vinë kështu që E. shkojnë. Ha? Vinë të tjerë nga zona që shkojnë edhe mbledhin çaj. Nuk e di ata. Ne një dy në malë shkemit. Aha. Dimri të rënë gram që daharit vinë, nuk e di a vjen për çaj ajo. Ndërsa për lule vjen. Ka dhe lule. Ja, lule me thë lëvdosh i aguriqe. Po ka shtegra, ka? Ka. Ka dhi. Ka dhi. Janë rrezik për fshatin. Ja. Dhia jo, dhjegër. Ka dhe tegra. Ka. Dhe tegra ka, na njujk ka, na nder ka, na njari ka. Ka. Dhelbra ka. Dhe elva ta pullat. Ma ka nga nga. Mi që ishim me zonjën Resmije, një Zonje lartë. zonjë lartë pra që kosa jeton në një vend kaq të pastër. E vetë muar, thë. E vetmuar, le të themi, po aq një prembesa sa ka Resmija. Njerë në vit vit. Shifemi puntata të tjera me tema po kaq të mira, me historitë veçanta, si historia e zonjës Resmija, e cila këtu ka lindur, këtu të vdes, thotë nuk shkoj te asnjë vend përveç se shtëpisë time, këtij o gjakut. Edhe dhe pse jo, në këtë ajër të pastër këtu rrëz malit të morit ku ka më mirë. Kush do që vjen ashtu thot? Si thot? Erë Tirana. Nuk e di që kojtë, nuk lo bëj shumë. Si që i punonin atje të grupuar, edhe ishin 20 vetare të punës. Edhe më të shlit aty, tu t'jena shpita vënivë dhe ne kështu. Unë që dhova, që shjaja mirë qenë shimta, a thashën qa jini turista, jini shqiptari, jini una. Jo, jemi shqiptar, kështë edhe të moshuara.
Ne, tha njëra më shari, për këta e të pastër këtu, më tha mua. Me vetë ti me, po, që të bëjmë ne fshati fshat? Neve jemi në kompani, tha, jo, punojmë në Tiranë, madhe, keqim pushime dhe hemë. Kështu që shifemi puntatat të tjera dhe mirupafshim, s'na ngele gjithë të temi. Fasulet i bëm, sido që tjetë në fasulet i bëm, do t'i shijojmë tani, kështu që ti thua që ajo gjella ti tek ajo tenxhere me presion nuk bën. Se di, unë se kam provo, unë nuk kam. Ti beson vetëm kësaj. Unë nuk kam për vete dhe nuk e përdor dot, dhe të kem. Të nxerë me presion, nuk e përdor dot. Ka ndajtë këto të reja Sa ma bëjmë bum mua të ajo. Më mirë me këtë tenxhere me presion këtu, dhoja ka marrë dorë prej kosh, edhe sido që tjetë si kjo nuk i nxjerr fasulet kurrë ajo.